Këtu ngjatjeta uroj të jeni mirë, përshëndetje dashur miq, nis bombardimi i familjes shqiptare. Goditja e gjinisë si një paradhon për bombardimin përfundimtar të Shqipërisë. Përgjime të reja dalin për dosjen Rama, Balluku dhe Rusia dhe SBA-ja mbrin pikën e vlimit në përplasjen bërthamore dhe në kërcënimet bërthamore. Do të flasim sot për çështje jashtëzakonisht të rëndësishme të cilat lidhen me thelbin e asaj që po ndodh në Shqipëri, por që fatkeqësisht është duke mos u mbuluar shumë thellësisht, sepse po merren me çështje sipërfaqësore në mënyrë që populli të devijohet nga situatat e vështira të vërteta me cilat po përballet ky popull dhe ky kombë. Është një regji e madhe, është një skenar i madh, është një lojë e madhe. Ju duhet ta keni parasysh, më dëgjoni me kujdes sonte, sepse do ju them mesazhe të cilat duhen kuptuar shumë mirë. E vlerësoj shumë qëndrimin tuaj, e vlerësoj shumë që më kuptoni, e vlerësoj shumë që ju keni nisur tashmë ta kuptoni se përse jam këtu dhe çfarë po flas dhe çfarë po them. Duhet t'i analizojmë të gjitha me kujdes, sepse po bombardohen shqiptarët në themel për t'u dhënë shkelmin e fundit. Po i mashtrojnë, po ndërtojnë skema mashtrimi të reja ditë për ditë, dhe loja gjeopolitike që e shoqëron këtë zhvillim të brendshëm shqiptar është jashtëzakonisht e rrezikshme. Dhe nuk ndodh rastësisht se në këtë moment në të cilin po kalon bota, Shqipëria po kalon këtë fazë jashtëzakonisht të rrezikshme. Kujdes, mbajni mirë mesazhet shënim, sepse sot jemi, nesër ndoshta si jemi. Ju duhet kuptoni se loja është jashtëzakonisht e rrezikshme dhe ekzistenca e këtij kombi është në fije të perit. Pse? Si ja ju a tregoj tani. Pyetja më e madhe është sot, përse nuk bie Rama dhe kjo qeveri e korruptuar, ndërkohë që kanë dalë 1001 të zezat dhe të gjithë Shqipëria e ka parë. Kjo ndodh për shumë arsye, më kryesore të cilave do ju arradhis tani. Si është e mundur që një popull bën humor tërë ditën nëpër Facebook dhe bën batuta me komunikimet dhe me përgjimet në Bullgari rrëzuan qeveri, përgjimet në Bullgari rrëzuan, në Maqedoninë e Veriut rrëzuan qeveri, në gjithë botën po dolën përgjimet, po doli turpi, po u çan pusetat, bien regjimet. Pse në Shqipëri nuk po ndodh kjo? Unë do t'ju shpjegoj sot dhe do ju shpjegoj se në cilën fazë saktësisht është planeti, që të kuptojmë se si ndodh situata këtu në Shqipëri dhe çfarë mund të ndodh në lojën e madhe. Kujdes. Të marrim përngjimin e fundit që kanë dalë shumë, dosja është e madhe, por çdo minutë dalin lajme të cilat tregojnë se cili është niveli ordiner i kësaj qeverie dhe i atyre që e rrethojnë atë. Përgjimi tjetër që ka dalë mes Ballukut dhe Berberit, atij varësit të saj, për çështjen e tenderit të tunelit të Llogaras. Kanë ardhur 5 kompani, 10 kompani dhe kanë sjell ofertat e tyre. 15 milion, 18 milion, 20 milion, 12 milion, 17 milion euro, gjithashtu. Varësi njofton Belindën dhe i thot kanë ardhur ofertat 1, 2, 3, 4, 5. Po ka ardhur edhe një ofertë tjetër, e cila është 10 milion euro më pak se sa ofertat e tjera. Për t'i rënë shkurt se nuk do merrem me detajet e gjata. Kjo zonja i thot varësit saj Berberit, ky skualifikohet se nuk i ka plotësu kushtet. Pra, do dalë jashtë loje ky që ka 10 milion euro më pak ofertën, sepse ky nuk i ka plotësuar kushtet. Bukur shumë. Çfarë ndodh? Duke qenë që si ka plotësuar kushtet,
këtë do ta eliminojmë dhe 10 milion euro të shqiptarëve zhduken vetëm me një vendim gallate në WhatsApp mes Ballukut dhe vartësit saj. Pastaj e marrin vendimin që ky me 10 milion euro më pak zhduket, largohet, eliminohet dhe vjen koha njoftimit. I thot Berberi pra Ballukës. Kur do ta njoftojmë tani, fituesin e kishin para caktu. Apo ta lejmë një 10 ditë të bëjmë sikur ka tender. Miliarda para i ka kalu kjo Balluku, kjo lubia e korrupsionit. Miliarda euro i ka kalu kjo, nuk ka as shtet, as procedura, as tender, as oferta, as kërkesa, as vlerësim ofertash, të gjitha nul. Shteti është mafje, ka rënë shteti komplet. Thot, do ta njoftojmë apo ta lejmë ja 10 ditë, e shkruar në letër tek përgjigjet. Apo ta lejmë dhe ja 10 ditë që të duket sikur po e vlerësojmë, pra po marrim kohë, të duket sikur po studiojmë. I thot zvëndës kryeministria vartësit të saj, do ta njoftojmë, po prit pak, sa të flas me atë shefin tim, me Ramën pra, me atë kën e madhe. K është K, U, R, V, edhe A. Pra, i thot shefi im është një e përdal. Kjo për shefin e vet. Thot ti marr leje asaj të përdalës që është në kryeministri, këtij të përdalit që është në kryeministri, dhe ti marr liri e tit se mos na nxefet. Shteti ka ik. Ka rënë, ky është shteti, ka dalë në përgjime. Spaku e ka kap dhe po e lën këtë të dali ke lajmet në darkë. Kjo del ke lajmet në darkë, edhe thot përuroj sot hidrocentralin edhe atë stacionin e korrentit në Tiranë që e ka ndërtu, tha qeveria Rama. Bukur shumë. Pse nuk bien? Shtet edhe sikur të ishit në një bordello të madhe, nuk mundet, edhe antarësia e bordellos janë pak më seksi, janë pak më klas në komunikim. Nuk janë kaq të ndyrë në komunikim me shefin, kryeministre, zvëndës kryeministre. E megjithatë, pavarësisht kulturës së tyre në komunikim dhe diskutimit që mbyllet këtu se shteti ka rënë dhe është në duart e një bande që kontrollohet nga një person, i cili vazhdon dhe të rri në këmbë edhe pse shteti ka rënë. Kjo ndodh për arsye se mafia në Shqipëri dhe kartelet në Shqipëri po bëjnë kërcënimet e tyre, sepse shteti është i lidhur me mafjen. Mafia kontrollon ministrat dhe këta ministra i thon shefit të shtetit, që e quajnë të përdal në komunikimet e tyre, sipas përgjimeve që kanë nxjerrë Spaku. Dhe shefi del dhe bën prap, tregon pralla që unë nuk e ndaloj drejtësinë, unë s'merrem me drejtësinë, drejtësia ka punën e vet. Shteti ka rënë, Balluku ka rënë, sekti ka rënë, luftë civile brenda sektit. Pse nuk bien? Ju a shpjegoj me 3 fjalë. 1, sepse nuk kanë çfarë t'i thonë bandave të mafjes. 2, ka klane ndërkombëtare të mëdha, të cilat po përplasën sot në Shqipëri mbi gjakun tuaj dhe të popullit shqiptar dhe të ardhmen e tij. Këto klane, këto shërbime që po përplasen tek nëndheu i Tiranës, po mbajnë akoma në këmbë qeverinë e Tiranës. 2, opozita ka humbur moralin, nuk ka kush ta ngrej popullin, populli sot duhet ishte para kryeministrisë. Unë nuk e ngrej dot, nuk kam fuqi. Me 2000 veta, me 3000 veta, me 1000 veta nuk ndryshon qeveria. Qeveria
doj 100.000, 200.000 veta para kryeministrisë bllokohet sheshi. Berisha doli sot para dite, bëri protest atje para kuventit për Gjinin, nxorri 50 veta, 70 veta, me gjithë çunat e kishës dhe xhamis, për të mbrojtë familjen. Do t'ju them pastaj. Opozita thot do nisin protestat. Kur do t'i nis opozita protestat dhe kush do t'i dal Berishës në protest? A kuptonin? Kush do ta bëj këtë? Berisha thot do nxjerrim popullin protest. Po a do i dali populli? Po s'doli populli, çfarë do thot? Do dalin këta të Ramës, do thot. Po si kush do t'i dali këtij më? Kush do t'i dali Berishës? Do thot këta të majorancës. Dhe çfarë ndodh? O del një protest e kontrolluar sipas agjendës së Berishës, ose nuk del fare, ose del një sa për simbolik dhe shkojnë shpërndahen, shkojnë shtëpi vetë gjithë. Dakor? Kjo është arsyeja e dytë. Arsyeja e tretë ka shtete të mëdha, përplasje të mëdha gjeopolitike që po përplasen në Shqipëri. Ka klane të rrezikshme ndërkombëtare të cilat po përplasen për t'ju shqyrë dhe kush do të marrë pjesën më të madhe të tortës këtu në Shqipëri. Po deshët kuptojni, po deshët thoni është konspiracion. Dikush nga ju me të drejtë mund të më thotë, o Kreshnik, po ne ç'a të bëjmë? Se ti mire ke ti i thu gjëra, nuk e di unë ç'a do bëni ju. Unë jam këtu për t'ju shpjegu se çfarë do bëni. Çfarë do bëni më sugjeroni, më thoni çfarë do bëjmë. Unë nuk kam fuqi të bëj më shumë se kaq sa po bëj. A do bëjmë më shumë? Po u bëm bashkë, ndoshta bëjmë më shumë. Po u mblodh populli, ndoshta bëjmë më shumë. Por ka shërbime të huaja, të cilat kontrollojnë sot Shqipërinë, që nuk lejojnë që populli të shpërthej, popullit i ka ardhur këtu. Problemi është që nëse i thua Berishës hapej qikraun se nuk del populli më me ty në protest, ai thot je zari Ramës. Nëse i thu Berishës, shiko Berish, ti s'ke më mundësi me nqit popullin se nuk ke kredibilitet. Ai thot jo, unë jam, thot shefi i opozitës. Kur thot jam shefi i opozitës, do të thot që opozita është monopoli im. Dhe e nxjerr unë popullin kur dua dhe i them unë popullit shko kur dua unë i them popullit shko në shtëpi. Kjo çfarë bën? Kjo na lën ne jashtë loje. Sepse unë nuk mund shkoj të protestoj me çunin e Fari Balliu dhe me Albana Vokshin dhe me Fatmir Mediun edhe me ata të listës së mbyllur, të cilët i futi Berisha në listë pa as i vot, as votat e shtëpisë vet. Përsa populli opozitar nuk ka lidhje fare me këtë. E kuptuat? Ky është ngërç jo partijak, ky është ngërç shërbimesh. Shërbime sekrete po përplasen dhe po shqyejnë Shqipërinë. Në vijim do t'i merrni vesh detajet. Tashmë hap pas hapi. Kjo është arsyeja pse nuk bien. Dhe e katërta, arsyeja e katërt është se në Washington ndoshta ka ende paqartësi se çfarë do të ndodhë këtu në Shqipëri dhe kush do të jenë elitat e ardhshme politike. Në qoftë se doni, ju a kam thënë dhe përsëris, e vetmja mënyrë për të tërheqë vëmendjen ndërkombëtare të faktorit aleat në perëndim, Amerika, Brukseli, Londra, Gjermania, Berlini, kështu me radhë, Italia, kush janë lojtarët që luajnë në Shqipëri? Turqia ka filluar të luajë fort në Ballkan dhe Shqipëri, gjithë lojtarët që po kërkojnë ndikim. Në qoftë se doni, duhet të ngriheni në këtë moment t'i tregoni botës që ekzistoni si popull, ose duke krijuar një gjendje shpërthyese në rrjetet sociale që populli po kërkon rënien dhe më pas të përgatitet dalja në rrugë, ose të mos rrini duke bërë humor në Facebook, sepse shkojmë drejt tretjes së përgjithshme. Ne sot na keni, nesër mund mos na keni më. O lodhemi, o tërhiqemi, a na heqin qafe, a na nxjerrin nga loja. Loja është shumë e madhe. Kujdes, mbajini shënim këto video, se do ju duhen nesër. Ne që kemi hyrë me luftu për këtë punë, ne I kemi bërë llogarit gjitha. Jemi bërë
jemi bërë gati për të gjitha. Por ju duhet të dini si të vazhdoni rrugën. Pse? Sepse në Shqipëri ka 7 palë shërbime tani që po përplasen me shqy këtë vend. Me lloj-lloj mashtruesi, me lloj-lloj gënjeshtari, me lloj-lloj maske të fshehur, e cila ka për synim të na jap fikën përfundimtare si kom. Mbajini mend, për favor të agjendës slave të re në Ballkan. Marrëveshjet e mëdha. Tashmë, paqartësia në Amerikë dhe në qarqet europiane kërkon angazhim tuajin maksimal. Angazhimi fillon duke e kuptuar fillimisht situatën dhe përfundon duke zbrit në fushë në terren dhe duke kuptuar mirë situatën. E kuptoj që jeni në dilemë. Nuk ju bëj me faj. Nuk ju bëj as pak me faj që më thoni, o Kreshnik, u të shmëndëm, nuk di më kujt i besojmë. O Kreshnik, po na hik truni sepse ti thon ndryshe, ai na thot ndryshe, ky thot ndryshe, ai thot ndryshe. Anglist kanë një këngë amerikanta ku dëgjon kush e këndojnë, se nuk jam shumë me emrat, e pëlqej muzikën, por nuk i mbaj mend emrat. Listen to your heart. Dëgjoni zemrën tuaj, ky është momenti që të pyesni intuitën dhe zemrën. Pse? Sepse me tru është shumë e vështirë ta kuptoni dhe ta dekriptoni pislëkun e madh që është duke ndodhur në këtë republikë. Listen to your heart. Dëgjoni shpirtin dhe zemrën tuaj, ajo nuk gënjen kurrë. Hapini trut dhe futeni pak trurin në punë. Përse ky gënjen? Përse ky gënjen? Përse ky gënjen? Çfarë tha Kreshniku? Çfarë tha ky? Çfarë tha ky? Çfarë tha ky? Sistemi i kalbur anti-shqiptar 33 vjeçar ka ngritur një mega ingranazh i cili ka qëllim t'ju shpartalloj nga trut. Dhe do të vi momenti në të cilin do të thoni, nuk di më kujt i besojmë. Dhe kjo është vrasja e të gjithëve, sepse do të hiqni dorë nga të gjithë. Fute pak trurin në punë, se gjërat janë shumë të lehta për të kuptuar nëse e fusim trurin në punë. Çfarë po thot ky, çfarë thot ky, çfarë po bën ky, kujt i shërben ky, kujt i shërben ky, kujt i shërben ky. Unë e di që njerëzit, populli, nuk mund të jetë i gjithë filozof, politolog dhe ekspert, që të kuptoj llojet e rafinuara të sistemeve të mashtrimit që burojnë mira vite më parë, shërbimet sekrete, makiavelizmi, sistemet politike, loja e shërbimeve, loja e të infiltruarve, loja e propagandës, mediat, është një mega ingranazh. Shqipëria është në pikën ku shteti ka rënë, zyrtarisht. Populli është ende duke bërë humor në Facebook. Përgjimet e ka ndalu për arsyet që a thash më përpara, pra. Ka 4 arsye: përplasja e shërbimeve në Shqipëri, mungesa e kredibilitetit të opozitës, paqartësia e Washingtonit dhe mos marrja e vendimit atje se çfarë do të ndodhë këtu nëse ikën ky ose ai, ose e kanë një plan për ta rrafshuar Ramën dhe Berishën, por nuk duan ta thonë tani se çfarë do të bëjnë, ose kanë plan të bëjnë deal me ndonjërin prej tyre, me Berishën ose me Ramën përkohësisht, derisa të zgjidhet përplasja e madhe që është brenda në Amerikë, është përplasja madhe në Amerikë. America is divided. Amerika sot është më ndarë se kurrë. Kush flet gjëra të tjera, ju tregon pralla për kopshtin e kalamajve dhe për çerdhen e fëmijëve. Amerika sot është në një përplasje të padëshmuar më parë në historinë e saj ideologjike, kulturore, politike, dhe një tërmet i madh është duke ndodhur dhe po zihen, po vlon Amerika nga brenda. Ndoshta nuk e kanë kohën të merren me netan. Jam i vetëdijshëm që ndoshta nuk heqin dorë krejtësisht prej nesh, por duhet bëhemi gati t'i dilni zot vendit ju, sepse pjesa më e madhe e vendeve të botës
ka halle të mëdha dhe do të ketë akoma më të mëdha, do të ketë akoma më të mëdha hallet në 2026 që po vjen dhe në 2027 ku pritet të kulmoj përplasja e titanëve që do djegi të thatin me gjithë të njonë. Shqipërinë e kemi në pikë të hallit. Shteti ka rënë, kryeministria, zëvendës kryeministria thot kryeministrit varësi se sa është pallosh, palloshi vendos për tenderat janë të përgjuar, 10 milion të shqiptarëve shkojnë në kosh me një SMS të Belës për palloshin, palloshi i kthe përgjigje thot është okay, kjo i thot berberit jemi gati ta njoftojmë, po sa të flas me atë kënë e madhe. Ky shteti juaj që takon ndërkombëtar, takon ambasador dhe flasi për integrimet e leshit me Europë dhe me rena për t'ju mashtru, nuk ka Europë. Nuk ka integrime europiane, është rend, po ju mashtron. Dhe ka dalë i alarmuar të shi, do rris pensionet, do rris rrogat e policëve, do rris rrogat e këtyre rojet, do rris rrogat e mësuesve, do rris rrogat e mjekëve. Është gati të bëjë gjithçka se i ka rënë çatia. Janë disa klane që po e mbajnë këmbë, sepse jemi në brenda luftës së tretë botërore. E kuptuam. Detyra ime është të shpjegoj. Ju duhet kuptoni, të memorizoni, kush e ka pasion Shqipërinë, sigurisht. Dhe duhet të regjistroni dhe të ruani gjithçka. Hartën e rrugës, që të jeni të qartë, si vazhdohet më pas. Çfarë ndodh? Pikërisht në për këtë moment që po flasim, ka mrit kulmin e saj përplasja dhe kërcënimi bërthamor ndërmjet Amerikës dhe Rusisë. Amerika bëhet gati me zotin Trump, presidentin Trump, që të kërcënoj dhe të nis manovrat bërthamore. Rusia del dhe thot, mos folni për bërthamore, se bërthamorja na shuan të gjithë dhe po doli Amerika, po nisi manovrat bërthamore, do të fillojmë dhe ne me njëherë manovrat bërthamore. Çfarë thon ustallarët e bërthamoreve? Në qoftë se fillojnë manovrat bërthamore këtë javë, këtë muaj apo muajin tjetër, do të thot automatikisht që përgatitja ka nisur 2 vite më para, sepse kështu që ka rregulli procedurat përgatitja për shpërthim bërthamor dash ka 2 muaj. Nuk jam njohës i këtyre detajeve, nuk mund të abuzoj dot. Por ekspertët ndërkombëtar thon ushtarakët dhe të specializuarit në energjinë bërthamore, thon që në qoftë se nis një test bërthamor tani, do të thotë që ka 2 muaj që është përgatit. Ky shpërthim dhe kjo ndezje ndërmjet SBA-ve dhe Rusisë larg qoftë mund të na çojë në ndonjë bërthamore taktike dhe në ndonjë qamet të madh këtu në Europë që një zot e di çfarë mund të jetë. Po Kreshnik, po pse na fut frikën ti ne? Nuk është histori frike kjo, emisioni që unë bëj dhe bisedat që bëj e shkruaj aty tek specifikat e kanalit në YouTube, is not for kids. Ky emision is not for kids. Ky emision nuk është për fëmijët. Është për adultët dhe të rriturit. Kush do të kuptoj se ku jemi? Kush e ka zemrën e dobët, ka emision është përputhen. Si të zesh të dashur, si të martohesh, si të ndahesh, si të thithesh, si të përthithesh, si të puthesh, si të shklyesh, si të kapesh, si të përqafohesh, si të fërkohesh. Edhe pastaj kemi dhe emisione për gjinin, si duhet ta liberalizojmë gjinin. Tashmë, kjo është situata botërore. Brukseli, para pak ditësh, doli kryeministri i Brukselit, i tha Moskës, në qoftë se do sulmosh Europën, Rusia do rrafshohet nga faqa e dheut. Doli Kremlini i tha, në qoftë se flet edhe i herë, nuk do ekzistoj më Belgjika për 4 minuta. 4 minuta. Doli kryeministri i Belgjikës i tha Rusisë, unë tha nuk e kisha me të keq, e kisha me të mira.
Po më keni keq kuptu. Rusët i thanë me që të pas kemi keq kuptu, po e lejmë me kaq. Amerika thot Rusia nuk tërhiqet, nuk bën as i hap prapa, ne do nisim testet bërthamore dhe po bëhet gati për të rrëzu Maduron. Putini ka çu raketat në Venezuela, nuk dim do çoj Oreshnik apo s'do çoj Oreshnik. Dhe i ka thënë Pentagonit, rrethimi i Venezuelës është lajm i keq, nuk duhet ndodh, nuk duhet pranohet. Ndërsa Maduro ka thënë, kalojmë e transferojmë Venezuelën nga momenti i rezistencës paqësore në momentin e rezistencës armatosur, që do thotë është marrë vendimi për luftë. Këtu do t'jemi bashkarisht minut pas minute, do t'i analizojmë të gjitha, në qoftë se Zoti na jep jetë dhe shëndet. Amerika thot nuk ka tolerancë me Venezuelën sepse po shkatërro Amerikën. Gjithë emigrantët po kalojnë nga Venezuela, po kalojnë në Amerikë. Gjithë terroristët po kalojnë nga atje. Irani po vjen, po ndërhyr nëpërmjet ishullit përballë Venezuelës, po kontrollo Amerikën Latine dhe kartelet e drogës. Po vinë kartelet e drogës nëpërmjet Venezuelës, po vjen heroina dhe kokaina, po më shkatërro Amerikën dhe po më vret sigurinë kombëtare, doktrina James Monroe, po nuk që Baçja e sigurt, nuk është Amerika e sigurt. Edhe Putini thot, po s'pata Baçën time të sigurt, qa doni ju në Ukrainë. Kjo është situata e botës, që të kuptoni se ku gjendet Shqipëria në këtë mes. Në këtë mes Shqipëria ka rënë, qeveria ka rënë këtu. Ky po rri për inerci, sepse është përplasjet që i thash mos t'i përsëris, mos bim në përsëritje. I thash përpara disa minuta. Bomba tjetër që po bëhet gati përpara se të na shkërmoqin fare si kom, është ligji për barazinë gjynore. Unë nuk do hyj në detaje, sepse ju nuk i dini unë nuk i di të gjitha detajet e ligjit se shumë i madh, por do ju them thelbin, se edhe ju thelbi ju duhet. Thelbi është bombardimi i familjes shqiptare dhe bombardimi i gjinis. Gjinia, unë kam një teori time që e kam shkruar më parë, madje e kam referuar edhe në konferenca ndërkombëtare. Gjinia është fuqia bërthamore që kontrollon identitetin e njeriut dhe energjitë e tij të brendshme. Dhe këto energji dhe ky identitet i njeriut është përfaqësues i fazës së parë të ndërtimit ose të shkërmoqjes totale të bërthamës së shoqërisë që është familja. Familja shqiptare, me të gjitha problemet që ka, është familje konservatore. Jam ende shumë i lumtur që ende në Shqipëri shkojnë ke mami, shkojnë ke babi, shkojnë i vizitojnë, hajde të ham drek bashk, po të pres babi se do ham shtëpi buk bashk, po të pres mami, gruaja pret burrin, burri pret fëmijët, burri me gruan presin fëmijët. Dasmat i kemi plot nga 200 veta, mashallah, mos na hajmë sysh, po bëj humor, e kuptoni. Vdekjet tona janë ende plot me njerëz, ne dum njëri tjetrin, ne dum familjen, a kemi probleme, sa dush. A kemi fillu me humb, pa tjetër, a kemi fillu me uftof, pa tjetër. Apo zhbëhemi, po shkërmoqemi, pa tjetër që po ndodh. Por ne kemi ende vlera. Këto vlera barikadojnë zhdukjen e kombit. Sepse familja e shëndosh dhe bërthama kur është e kapur, ajo ruan kombin nga shpërbërja dhe nga shpërthimi. Për ta shkërmoq komplet Shqipërinë në këtë fazë përfundimtare të shpërbërjes së saj, zhbërja ndodh nëpërmjet ekonomisë, varfërim, rënim, shkatërim, nëpërmjet shpopullimit, varfërim dhe detyrim që të zhduken larg, dhe shitja e resurseve të një kombi, pasuri toksore, detare, nën toksore, tek gjitha, tek kancelarit ndërkombëtare që të blejnë këta pushtet, dhe lënia e vendit në pa ushtri, pa fuqi ushtarake. Këtë e vendos tjetër kush, sepse jemi antar të NATO-s, por sigurisht ne duhet bëhemi gati për të gjitha. Lajmi i mirë është që Kroacia ka filluar
të armatoset fuqimisht për t'ju përgjigjë Serbisë dhe nga kjo do përfitoj edhe Kosova, sepse lidhja Kosovë-Turqi, lidhja Kosovë-Shqipëri, Kroaci dhe afrimi i Turqisë tashmë për t'i dhënë një dorë kësaj aleance, sigurisht është për të balancuar lojën serbe dhe çdo lloj tentative të çmendur që mund të ndodhë në Beograd. Bombardimi i familjes shqiptare nëpërmjet ligjit të Gjinisë, nëpërmjet ligjit të shpërthimit dhe të shpërbërjes së Gjinisë dhe shpartallimit të saj, është një sinjal alarmi. Pse është sinjal alarmi? Janë duke folur, do të bëjnë ligj për gjinin gjithëpërfshirëse. Kush është gjinia gjithëpërfshirëse? Gjinia gjithëpërfshirëse është ajo gjini e cila nuk ka identitet as mashkull, as femër, as kështu as ashtu. Po mirë, të gjithë janë të qetë, të gjithë janë sigurt, të gjithë janë të lirë që të bëjnë çfarë të duan me gjininë e tyre, ne s'kemi punë me se çfarë bëjnë njerëzit në dhomën e tyre të gjumit, as se ku i fusin gjenitalet e tyre. Kjo është çështje që i përket secilit në dhomën e gjumit. Këta po përgatisin jo çështje që lidhen me diskriminimin, por po përgatisin që të fusin edhe në tekstet shkollore për fëmijët tuaj, t'ua destabilizojnë atyre gjinin, sepse do të fillojnë tani të mësojnë që ti nuk je mashkull vetëm pse ke bibilush. Ti tjetra nuk je femër vetëm sepse ke atë që quhet në gjuhën e ginekologjisë hamburger science, shenjën e hamburgerit. Por ti duhet kontrollosh dhe të shohësh se mos je diçka e ndërmjetme. Dhe nëse në momentet caktuara njerëzit kanë luhatje të caktuara hormonale, apo prirje, apo tendenca që ushqehen nga jashtë dhe bombardohen nga jashtë, këtu fëmia nis dhe devijon vullnetarisht gjininë e tij. Shkatërrimi i gjinisë së një populli, kësaj energjie bërthamore që gjendet brenda tij, është paradhom dhe parakusht për të shpartalluar 1 individin, 2 familjen, 3 kodin e normave të kulturës dhe të zakoneve të një vendi dhe 4 shpartallimin përfundimtar të çdo lloji mundësie dhe aftësie për t'i bërë rezistencë çdo lloj versioni që sjell sistemi nga lart, për të kontrolluar njerëzit nga ata që ju i njihni mirë. Bombardimi i shqiptarëve po bëhet nga të gjitha anët, nga qeveria e vet, nga banda e imoralitetit që po ju thith gjakun dhe parat nëpërmjet tenderave dhe kryeministrit dhe vargësve të tij. Qeveria ka shkuar në burg, qeveria është akoma në këmbë. Pse? Arsyet jo tregova në fillim. Lindja mesme është gati drejt shpërthimit, Irani mund goditet në fundjavë ose shumë shpejt, po bëhet gati goditja e Hudhëve dhe Libanit, lindja mesme mund të shpërthej, Ballkani është akoma në krik, intensifikohet përplasja bërthamore dhe kërcënimi bërthamor mes SBA-ve dhe Rusisë, rrethohet Venezuela dhe në Ukrainë, pavarësisht se lajmet nuk kanë folur shumë këto ditë, është duke u bërë masakër ndaj atij popullit të Ukrainës atje. Por shumë pak kanë folur lajmet këto ditë. Ka një luftë të madhe që është duke u bërë dhe Putini ka zhvilluar një luftë shumë agresive këto ditë të fundit, kanë vdekur shumë njerëz, por nuk është bërë shumë publike ajo që është duke ndodhur në Rusi. Kjo është situata, miqtë e mi të dashur, ju e dini vetë se si bëni dhe se si i trajtoni këto zhvillime. Unë kam këto kapacitete, këtë fuqi, do t'ju shpjegoj çdo natë besnikërisht aq herë sa mundem gjithçka është duke ndodhur dhe ju bashkë me ne shpresojmë që me ndihmën e të Madhit Zot, me ndihmën e aleatëve dhe të miqve të Shqipërisë që i njohim apo nuk i njohim, ata që na mbështesin hapur dhe ata që na mbështesin fshehurazi, ata që i kemi identifikuar dhe ata që nuk i kemi identifikuar, të bëhen gati që të shohim se si mund t'ja bëjmë me këtë vend që është në prag zhbërje dhe në prag
shkatërimi përfundimtar. Kaq kisha për sonte, miq të dashur, zhvillime të tjera të mëdha do të ketë në orët në vijim dhe qëndroni aty sepse do të ketë zhvillime dhe unë do të jem dhe do të jap përgjigje të mëdha për zhvillime të mëdha që do të jenë në orët e ardhshme. Kaq kisha për sonte, pjesën tjetër ju e dini. Vijon në numrin e ardhshëm.